Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e emisionit Rruga drejt Allahut. Takohemi në emisionin e 4 të ciklit që sa kemi nisur mbi plogështin. Mbasi folëm dhe trajtuam për konceptin e plogështisë, kush është plogështia, thamë, cilat janë shenjat, cilat janë shkaqet, sot do të flasim për shërimin. A ka shërim për këtë sëmundje apo jo? A ka një recetë të duhur në shariatin ton për të shëruar nga plogështia? A i kemi dhënë kujdes të veçantë kësaj sëmundje? Cilat janë elementet kryesor të recetës tonë për të shëruar nga sëmundja e plogështisë? Të gjitha këto pyetje do të vazhdojmë në studion e emisionit Rruga drejt Allahut, mbasi të dëgjojmë me kujdes përshkrimin poetik dhe takohemi në studio. Tokës i dhash një puthje dhe puthjen e futa në gji. Kjo si shenjë mirënjohje se dhe unë nga bal ta vi. Toka buzqeshi, arom dhe u lëshoj, ndërko mirënjohja, qau dhe brit ma lëshoj. Tokën më me deshe e mirënjohës je, po si val harove këmbi kryt ke. Kush e mban tokën, qjejt e detet, kush largon errësirën që drita të mbetet, kush jep shpirt e kush fal jetë, kush të mundësoj mendjen e ta njohësh tokën. Ai që të dha dije e të nënshtroj botën, si i tha këto fjalë, mirënjohja u largua, plogështia në zemër mu zhduke mu shua. I mbatha këmbët me vrapin e dritës, nxitova tek mirësia në kuvendet e dritës. Bi kryet kupolla në ajër ezani, në qendër hutbeja imami e Kur'ani. Pezull ndërthurur me lajket e dritës, me krahët e tyre i zën pritën frikës. Qetësi, dashuri, mëshirë, gjithçka e ka kapluar, sepse mëshira e Zotit është deti pashtëruar. Tash unë pi nga burimi babait tim, të cilit Allahu i mësoi dijen, të cilën e dim, me dije të fesë dhe të dunjas. Jam robi Allahut dhe jo i paras. Botën, nëse kam shansin ta drejtoj me ndershmëri, me dijen e fituar të fal veç drejtësi. I lavdëruar dhe i falendëruar qofsho Zoti im, që robin tënd të nënshtruar e ngrite në mirësi. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, jemi ardhur në studion e emisionit Rruga drejt Allahut mbas përshkrimit poetik. Hoxh, mirë se erdhat. Mirë se gjellë ndërum. Si gjithmonë me ne Hoxh për të trajtuar mos problemin e fundit të ciklit që kemi nisur plogështin. Plogështia që tham dembelizëm e cilësuam mund të kalon të devijim. Folëm herën e fundit Hoxh për shkaqet që çojnë besimtarin në plogështi. Sot është emisioni i fundit për plogështin dhe do të flasim për shërimin. Simptomat i treguam, shkaqet, konceptet i trajtuam në fillim fare. Sot Hoxh futemi në shërim, duke lutur Allahun na shërojë të gjithë nga kjo lloj sëmundje. Amin. Amin. Falënderojmë Allahun e mëdhenuar për të gjitha të mira që na ka dhënë. Ne lutim që lavdrimet, paqet, shpëtimet Allah qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjen këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Amin. Vëllai nderuar, është shumë normal që kur trajtojmë një sëmundje të caktuar me përmasa të kësaj sëmundje që ishim duke folur deri më tani, është e domosdoshme që edhe të ofrojmë shërimin e duhur, që çdo besimtar pasi të ketë njohur fillimisht shenjat apo edhe të ketë detektuar se ka mundësi të jetë prekur nga kjo, të shikon shkaqet duke mbyll burimin e kësaj sëmundje dhe pastaj duke kaluar tek shërimi e asaj që ka mbet nga plogështia. Duke pas parasysh se plogështia është sëmundje e besimit, nuk është sëmundje e trupit, është sëmundje e besimit. Atëherë duhet të kujdesim për besimin. Ilaçi i parë është kujdesu për besimin tënd. Si të kujdesim për besimin? Ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, innal imana li yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Imani ndokujt për juve në zemër mund të
mund të zbehet, mund të shtiret, sikurse shtiret tesha. Është teshë re, nga përdorimi shumë të hallohet. Ashtu edhe imani. Andaj ka thënë pejgamberi fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Lutni Allahun vazhdimisht që t'u ripërtrin imanin në zemrat e juaja. Andaj kujdesi për të, shikoj mos zbeti ku me ripërtri imanin dokun. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ka thënë unë që 20 vite vazhdimisht jam përcjellën në kujdes posaçëm të imanit. E përsëris e ripërtri, plotsoj, largoj diçka që duhet, kujdesem vazhdimisht. Të kush më mendon që imani është një petk i zemrës që e vesh kur të pendohet. Dhe më s'ka interesosh për temën. Imani, themi se jo kujdesu vazhdimisht për imanin. Imani sipas besimit të Kërësime Gjema apo shtohet dhe paksohet. Shikojmë se a jemi duke i kontribuar të imani për të shtu, apo nuk jemi duke i kontribuar. Ky kujdes vetvetiu me lejen e Allahu xhallahu ala na ndihmon që të shërohemi nga plagështia. Nga gjithmonë na mban aktiv. Gjithmonë na mban të kujdesshëm. Për shembull, nëse vërim se kemi zbie në adhurim, dhe kjo po ndikon në dobësimin e ibadetit, shtimi i ibadetit është një aktivitet i luftimit me plagështisë. Pastaj kemi vëri se valla nga pakujdesi ne jam përvit disa mëkate që kemi jetu, apo dëbimi këtyre mëkateve nga zemra për ta siguruar një ambient të shëndoshtë të besimit është luftimi plagështisë dhe shërim nga ajo. Andaj kujdesi nga imani duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm. Andaj edhe Allah xhallahu ka përmendur ndëruar se besimtar mund të jenë të prekur nga njëri nga plagështia, mund të jenë të prekur nga shejtani. Mirë, në momentin kur atë e detektojnë me mjetet e caktuara, fa idha hum mubsirun. Allahu thotë më njëherë hapin syt, më njëherë kujdesin. Andaj ne jemi njerëz, mund përfshimi nga njëri ndonjë huti, ndonjë gaflet caktuar, mund të jetë kjo. Mirë po. Në momentin kur aparati jon për detektimin e këtyre alarmon se jemi prek, automatizëm ne dimë çfarë të bëjmë. Nuk jemi neglizhent, nuk jemi të pakujdesshëm, nuk jemi të shurdhër përballë sinjaleve të shumta që dalin nga alarmi. Andaj kujdesi për imanin gjithashtu çështje e rëndësishme. Edhe ky kujdes mund të jetë në forma të ndryshme. Mirë po unë preferoj për shikuesit tonë që të interesohen për ligjëratat apo librat që flasin për shtimin e imanit. Kjo është kujdesi më i madh. E merr librin si udhëzues. Apo? Atë e shikon. E kujdesesh për imanin tënd në bazë të udhëzuesit. Çka e shton imanin dhe çka e pakson imanin. Dhe gjithmonë e kujdesim vetëm. Për shembull, sot do ta kontrolloj imanin 5 pika që e shton imanin. Apo? Dhe sot do të kujdesem për to pika që të kujdesem për imanin. Pastaj pika që do pësojnë. Kujdesem mos vallë jam prej nga to i dëboj. Dhe ky kujdes i vazhdueshëm, apo për ta ushqyer imanin me atë që e forcon dhe e shton, dhe për të evituar nga atë që e dobëson dhe rënon, është shërim efikas kundër plagështisë. Atëherë në këtë lloj faze që do të marrim librin si këshillues që ne këshillove hoxh dhe Allah të nderoft, kush duhet na ndihmojë më tepër që unë ta praktikoj mirë këtë hap që ndoqa. Po. Ndoshta s'kam shoku, nuk kam hoxhën, nuk kam në një vend hoxh e mora librin dhe jo paqë kërkova ke libri. Kush do më ndihmoj? Zemra, që po flasim për zemrën, imani është në zemër. Zemra është vendi ku shikon Allahu azza wajal. Sikur se ka thënë pejgamberi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nuk shikon në formën e juaj, në trupin e juaj. Nuk sheh Allah, Allahu na sheh të gjitha. Apo nuk është shikimi, nuk është interesimi për muskujt e tu, as mi, as për bukurinë time, as tën as aty. Ja. E ku është? I thonë ditën mahallu nadhari rabb. Vendi ku shikon Zoti. Cili është al-qalb, zemra. Apo para mendon për shkak një zemër të pa organizuar, kaos. A nuk është turp tash Allah ashtu? Në për shembull një musafir në lëmron se po vije, e kemi shtëpinë kaos. Vrapojmë me pastru, me largu, me pse është turp. Cili për një për shembull teshët e gjumit apo ka thirrë musafir të ndërum, dhe teshët e gjumit i ka varr për shembull në karrikën ku do të ulë musafir. A bën kët? Edhe gabimisht ta ketë bërë, ndihet keq, me skuq për kujt, sepse nuk ka diçka, tek fundi gabon njëra. Mundojmë që timi sa më të organizuar, sa më të rregulluar, sa më të përgatitur për një musafir, i cili na sheh momentin e caktuar dhe pastaj shkon. E çfarë ta mëna për Zotin xhallahu ala, i cili vazhdimisht po shikon në vendin e tij. Zemra është vendi i Allahut azza wajal.
Andaj, ndjene se Allah në mbikëqyr. Allah është, a nuk është turp që Allah një zemër të lodhë? A nuk është turp të shë Allah gjellë një zemër që me dembeli dhe përtasi maksimale kthehet ka Zotit të komunikon me të? Edhe së është në rregull. Për shembull, dikush telefonon ty. Apo ose ti i telefonon dikujt. Dhe lajmërohet dikush tjetër në telefon. Thotë, "Më fal, a është filoni?" Apo dhe ai nga pakujdesia, apo thotë, "Pse nuk i tha që jam zonë, po për të më qiu?" Apo vetëm këtë me ndëgju, pse nuk po e sheh. Në kjo në dërër më të ujep. Apo, edhe pësaj kur vjen telefon pasaj shtiret kënëse, si je, a je mirë, nuk vren tek aj, gjurëm për të azis, apo, po vetëm se e kënë dëgju se po për tërën me full me të në telefon, si mund ndihesh? Paramenda, kur Allah thët këtë zamër dhe këtë zamër thët, tash përsëria, apo, subhanallah, në këtë tërë kjo punë. Aj po të rëtë, aj s'ka interes me teje. Nuk i duesh as teje, as unë, as kush. Po e thret këtë zemër, apo, që ta gëzën. Po e thret këtë zemër që ta qetësën. Po e thret këtë zemër që ta shpërblen, gradon. Dhe me që ta thot, a përsëri do të më qua? Prapun. A prapuna? A nuk ka në zemër tjetëra? Për në qofë se këto zhurma, këto ankesa i ndëgjën Zotë Gjellewala. E shë këtë dëmbëri me nëzjequat zemëra, apo, ta kuptojmë kështu figurativisht. A nuk është tërë? Po, vëllasht. Andere, kjo ndjenë të përmirë sa në më. Ngritu. Le të shë Allah Gjellewala se je aktiv. Mundohu, tja dëshmosh se ti i gatshëm të shërbesh në gjdo qast, në gjdo kohë, në gjdo moment, në gjdo vend, kur ajtë të rëtë. Nga se Allah Gjellewala përmanë se dije, jahulu bejnë el mërë wa qalbi. Allah Gjellewala është mes njeriut dhe zemrës e ti. Mes njeriut dhe zemrës e ti. Shiko sa afër është Allah Gjellewala me njerin. Prandaj, ky kujdes e bën njeriu pa dyshim ta lufton plagështin, nga se ja shton frikën dhe Allahut azhwal. Ja shton gjithashtu madhrimin dhe Allahu xhalla xhelalu. Ja shton besimin, ja shton dashurinë, ja shton shpresën. Dhe gjitha këto që shtuan zemrën si pasojë e këtij vëzhgimi, kësaj mbikëqyrje, e ngjallin zemrën dhe japin fuqi, e luftojnë çdo element të plagështisë që ka pas mundi të përvidhet në këtë zemër. Allah në rritë të ndjem të... Amin. Oç, me që se thamë në vëndi kryesor ku Allah subhanahu taala shikon e zemra. Atëherë duhet të merrem me zemrën. Po. Çfarë të bëjmë zemrës? Ta pastrojmë. Ka që zemra jonë është e lidhur me shumë pranga që e pengon me shku përpara. A dim vëllai nderuar, një sasi e caktuar zilie në zemër, sa e lodh këtë zemër. Ne kemi fol për shembull për zemrën. Po. Atje tek lodha mos mu lodh zemra, për shkaqe të plagështisë. Atëra pastroj zemrën nga çdo që e lodh. Njeriu që është ziliqar, për shembull, sa lodhet, sa energji shpenzon që Pse ka ai? pse ka ai? E si ajo në jo? Mundohet të bën kurtha. Subhanallah, ti shpërpjek apo sa përpjeket për t'i bërë dëm dikujt. Ti shpërpjek aq ti bën vetes dobi në xhenet kështu më shku. Mos e lën zemrën me zili. Liraje, sa njerë subhanallah e kanë lodh zemrën shumë me lakmi. Kjo smundje zemrës është. Liraje zemrën nga kjo. Pastroje zemrën nga lakmia. Pastroje zemrën nga zilia. Apo pastroje zemrën nga dashuria e rrajshme. Pastroje zemrën nga gafleti. Pastroje zemrën nga dashuria për pushtet dhe autoritet. Liraje nga këto, nga se kjo e lodh zemrën shumë. Andaj pastrimi i zemrës me plot kuptimin e fjalës, kjo është temë e gjerë, por si pikë do të kemi kujdes. Ai që dëshiron me ushur nga plagështia, i themi se rruga për të ushuruar nga plagështia kalon përmes pastrimit të zemrës. Nuk ka mundësi të lirohet dhe të shërohet një zemër nga plagështia nëse është e mbushur me zili, është e mbushur me urrëtie, është e mbushur me dashuri për hakmarrje, është e mbushur me lakmi për këtë botë, është e mbushur me lakmi për atë që ka njerëzit, si t'u merr, si të përfiton në mënyrë të padrejtë, kështu më radh. Nuk ka mundësi të nga plagështia. Nuk ka mundësi nga të gjitha këto, edhe po shërohet, gjitha këto do ta mbushin përsëri. Andaj pastrimi i zemrës është shumë i rëndësishëm në këtë rast. Atë që pastor zemra hoxh mendoj që ka nevojë për dijen e duhur. Dhe ne kemi përmend një nga fanarët kryesorë që kanë ndriçuar her pas here në emisionet tona është dia. Po. Apo jo? Po.
të gjitha ato shkaqe që e shkaktojnë plagështinë, padyshim se i kthejmë dhe i përdorim si shkaqe për shërim. Ato normale është kjo punë. Prandaj për shembull, nëse themi se zilia qenë ka një shkaktar që po e lëndon zemrën, po e lodh zemrën. Dhe si pasojë e kësaj lodhje, zemra goditet me plagështinë. Nëse kështu po themi kushtimisht, apo. Atëre unë po ta doj ty këtë detyrë. Apo që të anketosh xhamatin. Çfarë din për lakmin? Lakmia është rrezikshme. Shumë rrezikshme. Mirë. Çi ka nisur shumë rrezikshme. A është më rrezikshme se ani hëni? Gripi i derave. Lakmia është më rrezikshme se kjo? Më rrezikshme. Po shumë është më rrezikshme. Shumë është më rrezikshme. Merre detyrë. Dhe shiko. Për cilën smunë dina më shumë? A për ani hëni apo për lakmin? Merre për cilën smunë dina më shumë? A për aicin dina më shumë apo për hasedin dina më shumë? Dhe shiko ku qëndron pasaj ne. Sa na duhet kjo dije? Na duhet tulim ngujt çka është hasedi. Kemë mundësi të përfshijmë zilib duke mos ditë fare. Ibn Taymi rahimullah ka përmend më tepër se 10 raste ku në emër të devotshmërisë përgojohet për buzë muslimani. S'po flas për përgjim klasik. Me përmendni musliman me të meta edhe pse i urren. Ky është përgjim klasik. Jo, Ibn Taymi rahimullah përmend më tepër se 10 raste të përgojimit për kushtimisht bashkëkohor, të modernizuar, ku në emër të devotshmërisë përgojohet muslimani për hapet metat. Nëse na mund të përfshijmë këtë nuk e dim, nuk e kuptojmë se jemi përfshirë një komplet kundër muslimanit. Kemi kontribuar për më rënun musliman pa e ditë. Andaj duhet dia dhe ndëruar, do mund ngujmë mësu. Andaj e kemi përnë vazhdimisht. Përpara njerëz ka mësu plagështinë, e ka mësu zilin, ka mësu lakmin në xhami, në rrugë, në dyqan ka shku. Për shembull, ka ndëgjuar kësi muhabete. Ka pasur se njerëz të shkon për shembull ndonjë, po them kushtimisht kafenet asoj koha, dhe duke ndëgjuar ata njerëz duke folur për lakmin. Se kështu ka qenë ambienti. Sot nuk është kështu të vendosur, sot kudo që të shkosh, njerëz të ushqejnë me lakmi, e jo që të zbrazin nga ajo. Njerëz të ushqejnë me hasad, të ushqejnë me urrëtie. Vazhdimisht ku ndëgjojmë na, cilën land të shkollës na mësojmë për pastrimin e zemrës. Ku mëson? A din sa e rrezikshme është egoizmi, a din? Egoisti, shumë është i keq. Rënohet shoqëria nëse don egoizmi. Rënohet në shoqëri. Po ku mësojmë na për egoizmin? Ku mësojmë? Ne nxitemi për egoizmin në shkollat tona sot. Patyshim. Nxitemi. Andaj, nëse nuk shkojmë edhe te vendet që kanë mbet, ato pak vende që kanë mbet, hu të bëja xhumas na kanë mbet. Dhe ndonjë ligjërat eventuale ndonjë hoj në xhami që Allah shpërblet e mon, kaq. Edhe aty mos më shku. Ku mësojmë na atë? Andaj vrapimi pas ligjëratave, vrapimi pas edhe gjithashtu të bëjmë presion të hoxhallarët. Të bëjmë presion të hoxhallarët që qelin ligjërata, që qelin derse, që të hapin dyrë. Dhe këto gjërat na i shpjegojnë. Na flasim për lakmin, për hasedin, për atë që na lozëm të mësojmë këto gjëra njëra për gjithmonë. Të kalojmë këtë punë. Nëse thotë dikush po a ka mundësi unë mos me ditë? Unë ka mundësi. Justifikohem. Omer radiallahu anhu, unë shpesh këtë rast e kujtoj vallahi apo, ne kujtoj vetë këtë rast e kujtoj tjerëve. Omer radiallahu anhu, kush ka qenë? Njëri ka pranuar Islamin herët shumë Mekë. Mekë. Pastaj në Medinë. Nuk është njëri i thjesht, është shoqëruar vite me radhë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje ka pas prezentim të organizuar ligjërata. Si të organizuar? Pa i ka pas tregti. Nga ka pas nevojë të mirë me tregtinë e vet. Por s'ka dash me ligjërata. Shikoj çfarë ka bërë. Marrveshje me fëmijën e tij. Ka një javë unë punoj. Çfarë fitoj ndajm për gjysmë. Por ti shko tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë të mëson më bën. Pastaj kështu ka pas thash prezant të organizuar, nuk ka luar asgjë me ik. Megjithatë, a din çfarë detale i ka i komerit? Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, unë ty të dua më shumë se të gjitha që i ka. Për vetes time. Çka kaq? Ka qenë sinqert ai. I ka thonë pejgamberi la ya Omar. Ti Omar ibn Khattab, ti që ke qenë Mekë, ke qenë këtu, ende nuk po din më mdosh mua se duhet. Sa më musliman ti zë më dosh pejgamberin çka do? Atërat s'ka ishmërisht.
Andaj dua të them që ne duhet më mësu ç'më me dorë Allahun. Nuk dinë me dorë Allahun. Ulën dy gujt, hajde ta mësoj Allahun. Na nuk e njohëm Allahun azhël. Ulën e mësojmë Allahun azhël. Allah është turp për këtë krahasime, por vetë merrni një musliman, vetë për një politikan ose futboller ose çka do qoftë, apo thu shkruaj këtu çka din për te. Mushët faqja, i themi jo për tjetër, apo ti 17 herë nditje veç farz, thush Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, minimum 50 herë nditje, la ilaha illallah. 50 herë nditje e përmend Allah me emrin Ar-Rahman Ar-Rahim. I them në muslimanit, që Allah këtu është një rubrik, shkruaj çka din për Ar-Rahman Ar-Rahim apo. Provoje kët, do të shesh. A nuk është turp kjo punë? Po të bëjmë një revolucion Allah, revolucion kuptim të dijes. Nat e ditë mësojna fe, nat e ditë. Se kemi mundësinë ham lirinë e kemi, kush të pengon nga mësimet e fesë? Kush ndal nga kjo? Kan kaluar ato kohra. Ne mund të pengohemi në praktika të caktuara. Në praktika caktuara, sikurse për shembull tani përjashtoj vozat me shamia, këto praktika pasojnë çështjera. Mirë, po askush nuk të pengon që teorikisht ta mësosh se shamia është obligim. Askush nuk të pengon ta mësosh teorikisht çka lakmia, çka zilia kështu më radh. Spaku një 50% të rrugës ta kalojmë si duhet Allah. Të bëjmë revolucion dijes, mos të mbetet xhami në vendin ton askund. Në asnjë natyrë shqiptare, nga se po flasim këtë gjuhë. Kërkoj që asnjë xhami mos mbetet e mbyllur. Të gjitha le të hapen, le të bëhen shkolla mësimit fetar. Aty s'ndal kurkush mësimin fetar. Nëse nuk na mundsojnë shkollat e shtetit që ku mësohet shkolla, kush ndal në shkollë në xhami mësu. Andaj le të hapen, le të vinë me të mëdha, pleq, gra, burra, mashkuj, femra, të gjithë. Nga 3 orë, 4 orë ditë le të hapen xhamiat, le të mësohet dini Allahut azza xal. Që ta luftojmë plagështin. Që ti jemi domthon nga ata që luftojmë, dituria na duhet. Dituria duhet me plot kuptimin e fjalës së shembull që cekëm më herë. Mirë, atëherë me këto shembuj që ne përmendëm dhe me detyrën që na lat për të bërë anketimin, po kalojmë në pjesën e dytë mbasi dëgjojmë opinionet e besimtarëve në lidhje me shenjat me shërimin e plagështisë. Shërimi nga plagështia e para punës është pendimi tek Zoti i Gjithësisë për gjunat dhe gabimet që ka bërë, duke penduar tek Zoti i Gjithësisë, duke kërkuar ndihmën e Zotit që t'ia lehtësojë dhe më sa më pak rënien e gjunave, dhe duke parë veten e tij, duke bërë një punë ose një vepër të mirë, duke shpërndarë një sadaka apo një lëmosh, ose duke fërkuar kokën një jetimi, duke bërë shumë punë dhe vepra që na ka urdhëruar i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam, që ato janë shumëta, një buzëqeshje, një sadaka, shumë gjëra që bën njeriu të jetë sa më qetë dhe i lumtur, edhe largon plagështinë nga vetvetja e tij. Njëjta gjë, domethënë që thash tek e parë, domethënë duke u forcuar me imanin, duke lexuar domethënë më shumë, duke qenë më shumë pranë librit të Allahut, domethënë, them që këto domethënë ka edhe shumë tjera, po që s'na shkojnë shumë në mend domethënë. Po mendoj se shërimi nga plagështia do të jenë disa. Nëse shohim në këndvështrimin islam, Ibnul Qayyim el-Jauziyja thotë që nëse njeriu largohet nga gjunafet, bën punë të mira, do thotë që kjo është një nga shkaqet që shërohet plagështia. Disa psikologë kanë thënë që njeriu do të jetë gjithmonë aktiv. Nëse është aktiv një individ, atëherë në islam ky person mund të konsiderohet pozitiv ose njëri që i largohet plagështisë, edhe do të themi në këndvështrimin islam që ky bën punë të mira. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio mbas opinioneve që morëm nga besimtarët për të vazhduar me shërimin e plagështisë. Hoxh, folëm dhe e mbyllëm pjesën e parë me detyrën që ne lat. Vazhdojmë me shërimin. Ndoshta prej pikave që vlen të përmenden kur flasim për shërimin, edhe pse tash edhe më herë të nderuar se pikat janë të shumta. Dietarët elhamdulillah na kanë ofruar medikamente të lloj-llojshme të shumta, vetëm që të shërohemi, vetëm që mos kemi arsye të themi se nuk po di si t'ja bëj, ose se këtë kam provu, po nuk ka, provoj atë me lenin Allah xhallahu ala, do të bekohet nga ona Allah xhallahu ala për pika jote, do të shërohesh me izin Allahut azza xhallahu. Inshallah. Ajo që na duhet të Resulullah nderuar, për të trajtuar plagështinë është ta njohim realitetin. Tregom vëllai nderuar, a ka kohë për plagështi një njeri që jeton në një vend ku 90% e rrethit tij, 90% e popullit nuk i fal 5 vakte? A ka vend këtu për plagështi?
ku 90% është e popullit nuk din la ilaha illallah çka është. A ka vend për gjumë? A ka vend për plagështi? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'kishte plagështi. Sallallahu alaihi wasallam. Nuk kishte plagështi. Por megjithatë, a din cili ishte ajeti i parë që i erdhi në shtëpi kur shkoi? Po ajeti i parë shpell Iqra. U lajmëruar pejgamber. Shkoi u mbulua nga frika, jo nga plagështia, nuk ra me flajt, por nga shqetësimi që kishte përjetu. Jo nga gjumi, nga se nuk e zinte gjumi. Çka i tha Allahu xhallahu ala? Ja el muzammil. O ti që je mbështjell. Qumi lejla illa qalila. Ngritu dhe falu. Apo përveç një pjesë të vogël të natës. Përmendo, në fillim me trishtim, apo tash po i thotë të gjumë s'ka mu. Nisfahu au inqus minhu qalila. Au zid alayhi. Apo një gjysmë më pak ose shtoje, warattil al-Qur'ana tartila. Dhe lexo Kur'an. Aktiv s'ka mu. Për çfarë arsye? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ka se ne do të zbrim ty një fjalë të rëndë, me peshë. Ne bartëm një amanet që kodrat e mëdha e ka refuzuar. Unë preferoj edhe këtu një detyrë për çdo për muslimanëve. Me shku përballë një kodre të madhe, apo le të shikon. Dhe ne kujton këtë namaz që ne po e bartëm, këtë ujë që na po e bartëm, para se të ngarkojmë ne me të asoj kodrës që është dhënë. Fa shfaqna minha, e refuzuan nga frika se po dështojnë. Kodra. Po. Edhe shikoj kodrën ti vetë, kështu do thuaj subhanallah. Kjo ka refuzuar, nëse unë kaq i vogël e kam bart. Ku që ndodhi me këtë? Ibn Qayyim rahimahullah thotë ja mukhannath al-azm. E kjo është prej pak e rënd nga Ibn Qayyim rahimahullah. Atë kuptim të qortimit. O ti me ambicjet tulta, të thyra. Ejna anta wa tariq. Ku je ti me rrugën? Ti do të shkon në xhenet. Ku je ti me rrugën? Ai në realitet apo jeton këtë botë? Në rrugë që Nuhi ka ishte 950 vite. Apo në këtë rrugë ky pejgamber kështu ka vujt. Në këtë rrugë është vendosur në sharr Zakaria me Yahya alayhi salam. Apo sa ka vujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo pa gjumë, s'ka mujt të ngopet 30 me radhë nga mungesa e ushqimit, lufta të vazhdueshme. Për çka? Për të arritur nasin Allah xhallahu ala. Njoja këtë realiteti të fesë, të kërkesave, të realitetit që ne po jetojmë. Wallahi me lenin Allah xhallahu ala e ndërgjegjson mos të madh muslimanin. Ja lufton plotësin. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi të jetë i papërgjithshëm deri në këtë mos, pasi që ta ketë medituar situatën dhe rrethanat ku ai jeton. Kush do të jap përgjegjësi vëllai nderuar për tani që nuk falem? Kush do të jap përgjegjësi për një musliman që vdes në shirk, në kufër? Kush? Wallahi dikush ka më pagu këtë faturë. Padyshim ata do të paguajnë për vetë individualisht, por edhe ne me përgjegjës. Andaj unë e përmend një shembull zakonisht që mendoj na ndihmon shumë këtë drejtim. Uwais al-Qarni rahimahullah ka qenë një nga adhuruesit e mëdhtë Allahut azza xal, nga tabiinët, të cilët e kishte lavdruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa u takuar me të. Sallallahu alaihi wasallam. I kishte thënë ashabëve ti, është njëri nga Jemeni, në qoftë se e takoni, kërkoni nga ai që të kërkon për ju falë tek Allahu xhallahu ala, nga sa ti i përgjigj lutjet. Subhanallah. Dhe në haqë e kështë takuar, ishte rojtari i devëve. I parëndësën për njerët, por të kalave peshtë madhe. Dhe Omeri dhe Aliu radiallahu anhuma e kuptuan se ky është ai. Shkuan të kaj në Arafat. Ishte i vetmuar duke ruajtur devet e popullit ti, për balë ushqimit që ta merte. Duke u falë, shkuan një gjojnë të kaj. Omeri dhe Aliu radiallahu anhuma. Pa, i thanë, kërkon nga Allah që të na falë. Subhanallah. Nga se kështu kemë me gjuhë Muhammedin sot duke thënë për ty jaftë. Sallallahu alaihi wasallam. A si kështë fitu ky njeri këtë shkallë? Duke nejtë, duke flajtë? Jo, ky njeri ndër tjera, ka se ka qenë i shquar shumë me kujdesin për nënën. Kujdesi për nënën si duket e ka qenë këtë drejtë. Por edhe sa tjera. Ai njeri pasi që përfundonte me nevoja që i ka për ushqim dhe për tesha. Apo? E shpërndante ushqimin e tij. I shpërndante në teshët e tij dhe thashte o Zot,
Në qoftë se sonte ndonjë musliman vdes nga uria, fala tu'akhidni. Mos më marr mu përsi nga se s'kam lënë gjë pas atë që kanë barkun tim. Në qoftë se një musliman sot vdes apo nga i ftohti dhe acari, la tu'akhidni, mos më marr nga se ato tëra që i pato unë i dash ato. Unë nuk po them që dini këtë shkallë, apo të shpenzojmë këtë tira që kemi, ose nuk është e kërkuar dini këtë mos. Për spaku a kemi bërë ne që të përhapim fjalën la ilaha illa në çdo vend, apo e pastaj themi o Zot, në qoftë në këtë rrethimin, në këto fshatra ku jam unë, në këtë vend ku jetoj, dikush vdes e nuk din çka la ilaha illa Allah, la tu'akhidni. Mos më marr o Zot se unë e pata e bëra që ishte mund të shpot. A mund të pasurojmë për Allah se kemi bërë atë që është e mundshme për këtë popull? Apo ajo që bëjmë për këtë popull është se ulemi në koltuqe dhe themi se ky është çafer pa besimtar se ky sfat ose ky është e marrim rolin e gjykatësit apo ndërsa e viktimizojmë me këto gjykime vazhdimisht popullin tonë. Hej, duhet të ndërgjegjësohemi, të punojmë. Sa kanë punuar ata që e kanë sot për të ndryshuar sistemin e gjykimit? Sa kanë punuar? Shumë kanë punuar. Ne ende kemi të frasta kujtimet e gjyqeve tona si kanë qenë të mbuluara. Ky zbulim i madh dhe kjo lakuritësia e madhe, nuk ka rastisht. Dikush ka punuar shumë që kështu të bëhet. Ka se kemi qenë kështu kur. Kjo zbrazje e xhamive që bëhet. A pse tash po mushën xhamiat? Por megjithatë, për ballë ato që duhet marr, janë zbrazë xhamiat. Dikush thotë po hoj nuk po na zën. Kjo nuk ka që nuk po na zën. Se s'kemi xhamia shumë. Nuk kemi xhamia shumë. Sa përqind e popullatës e fal gjimon Tiranë? Llogarit? Vallai, mos tim zgënjemi. Lërë Tiranë në qytete të tjera hoç. Po. Me fatkesi. Sinqerisht, më thënë jugu Shqipërisë, më thënë një qytet tjetër mund të ketë vetëm 100 veta që falen për xhumë. Subhanallah. Shiko, përsi e kujtën ai popull atje. Edhe përsi na bën mend plagështi, lodhje, gjëra të tjera, a nuk është turpi Allah xhallahu ala. Njëja këtë realiteti, apo ta aktivizon. Wallahi ta aktivizon. Omer ibn Abdulaziz, kur ka marrë pushtetin, ka pasur ka shumë detyra. Deri më herët ka qenë më i lirë, do të thonë kanë s'ka përgjithshëm. Po kur ka marrë udhëhecin e muslimanëve, e ka kuptuar se për çfarë masë është përgjegjës, e ka pas gruan e tij Fatimatu bintu Abdul Malik, vajza e halifës ka qenë. Vajza e pallatit mbretëror. I ka thonë, unë prej sa të kom pushtet nuk më të kushtu ti fare. Nuk kam ku as me flajt me ty, as me lajt me ty, andaj zgjidh, nëse do të liroj, ti japësh kurrizim. Nëse do të rriksu nga të mirë po, mos u anko pastaj se s'kam ku për ty. Gjasë për ballë të këtyne, thot unë jam duke u marr në një punë që nuk ka mundësi me të ndihmuar këtë punë pas Allah xhallahu ala. Aq është e madhe. E ka kuptuar për silla. Njëri ka subhanallahu, falet që 10 vjet për shembull, hala nuk ka arrit. Antarët familjes të tregon bile se farze kanë më fal. As kanë s'ka arrit më vonë. Ku është përgjegjësia Allah? Ku është dëmshmëria për ta njerëz që janë nis drejt dënimit të Allah xhallahu ala, Allah na ruaj. Andaj ky meditim apo ky kuptim i realitetit që po jetojmë, kuptim i realitetit që po e kërkojmë xhenetin, që ta këtu me lenin Allah xhallahu ala e shkundin mesimtarin, apo e ngritin nga gafleti, nga gjumi, e bën që të çrohet nga plagështia me lenin Allah azza xhall. Ashtu sot, atë për një realitetin jetojmë me ditë me kohë. Kemi probleme me kohën atëherë. Edhe kjo është një problem që duhet të dimë si ta i kalojmë për të na ndihmuar pastaj në shërimin nga plagështia. Mos menaxhimi i drejtë i kohës e bën njërin me kohën i plagësht. Për shembull, njëri që nuk ka agjendë ditore çka më bë. Apo nganjëre sikurse ka thënë Hasan al-Basri rahimullah. Hoçina xhami dhe i parë zonë duke diskutuar, bisedu. Skoti. Dola me sa punë me kry përsi era xhami, përsi ata të më bëj duke bër. Dhe thash vetën time, thash subhanallahu. Si nuk shitet koha. Do të jep për atyra që kam të blej kohën e tyre atë. Qase nuk u duhet ty në kohë. Wallahi ka njerëz nuk u duhet më shumë 2 orë ditë. Kaç? Nëse ka njerëz që 50 orë nuk i dal. Apo? I po Allah xhallahu ka dhënë se 4 orë do kujt. Ne nuk mund të kemi as më shumë kohë, as më pak kohë. Këtë kemi. Prandaj nuk mund të ankohemi se nuk kemi kohë. Për shkak se me këtë kohë filoni ka bëu kaq, e ai ka bëu kaq. E atë çfarë na duhet? Na duhet ta dimë si ta organizojmë kohën tonë. Si të planifikojmë, si ta mbushim kohën tonë. Dhe të shikojmë se ku na humb koha. Një njeri për shembull i cili
fatura e rrymës i ka ardhur këtë muaj shumë e lartë. Ka bërë problem kjo. Po, i ka ardhur fatura e rrymës shumë e lartë. Çfarë bën ky njeri? Thot, po, le këto. Çfarë bën? Fillimisht shikon mos është gabim. Nëse ata në korporat, në distribucion, do e bindin me numra, me shifra, me çdo se këto rregull. Por ti ke harxhu shumë. Çfarë bën? Shkon te shtëpia shikon thot, ku ka harxhu? Kët. Thot për ta ul kostën, shikon, ka një problem. Ka një problem. Unë kam zënë shembull para çdo dite, kështu kam thënë. Telefonat që i kemi këta, tash telefonat të ri, smartphone që i thonë këta, mirë që kanë dalë. iPhone, Samsung, çfarë do qoftë. Ata e kanë një mundësi interesante. Një ditë subhanallahu duke shikuar te mund ndërlidh kjo me këtë. E kanë një mundësi aty për baterinë, se bateria është shumë e rëndësishme për telefonin. Pa të as funksionon asgjë, është asgjë. Apo. Atë keni mundësi që nëse për shembull kimë shku larg dikon. Do të më rrit baterinë, futesh aty me një program, tregon se cilat programe po të harxojnë baterinë. Apo tregon kjo po të harxhon kaç %, kjo po të 4%, dhe nëse diçka të harxhon nuk duhet e fik për më rrit më tepër atë. Apo a kemi ne një rishikim këtu të kohës ditore ku po na shkon koha shumë? Ku po harxojmë energji të kat. Po. Unë mendoj se veç një rishikim rutinor i shpejt do të na mundson të kursim 3 orë ditje. Minimumi. Mos tas për më tepër pastaj. Ana kemi kohë, por duhet ta riorganizojmë këtë kohë. Të kujdesim për këtë kohë. Të dimë si ta menaxhojmë këtë kohë. Të shikojmë ku po na rrjedh, ku 24 orë, ka po shkon. Diçka ka një pajisje që është me siguri e lëshuar, apo e cila në mas të madhe po na thith energjinë e kohës, diku po shkon koha. Fika atë pajisje se nuk duhet valla, fika se ta mur tërkohën ta mur. Ka njerëz që pajisja e gjumit ja merr tërkohën. Dikujt pajisja e ndajave ja merr tërkohën. Shikoj valla, diku po të shkon koha. Nuk është e mundshme me pas kohë, se kohë ki, ama ka ndonjë pajisje ndezur, një program i caktuar që po harxhon kohë shumë. Fika valla. Fika që të kursesh për diçka tjetër. Andaj plagështia vjen nga mos menaxhimi i kohës. Ka se hub kohët, do të bëj diçka, thotë s'kam kohë. Unë duam të shkoj në gjërat, ti po thosh, apo thosh hoq, nuk kam kohë. Unë kuptoj, jam i bindur hoq edhe ndaj këtë mendim me ty se shkuara në ligjërata është etike për mua, po nuk kam kohë. I them ti ke kohë. Nëse e fik një pajisje atë që po të harxhon shumë. Ti zgjidh se po e fik. Ama dish duhet me fik. Po, se gjitha pajisjet ndezura e kanë ndez me termo, me kondicioner, me gjithë i kanë ndezur, po? E pastaj don ti vije faktura në gjithë në mujt e nuk është e mundshme. Ose pranon të paguash faktura të fryera, apo për shkak se ke ose fik diç nga ajo që pa harxhon rrym dhe pastaj vije faktura normale. Me po don fakturë 20 euro. E ke ndez 10 kondicioner në banesë, mendoj që kjo është e palogjikshme, dhe as kushtu nuk e percepton atë. Prandaj meditimi rreth asoj se ku po na rrjedh koha, ku po na shkon koha, me lejen e Allahu xhallahu ala na bën që të menaxhojmë më drejt me kohën. E kur të organizojmë kohën, edhe shfrytëzojmë drejt kohën, me lejen e Allahu xhallahu ala do të jemi gjithmonë aktiv. Ka se mos aktiviteti shkakton humbjen e kohës. Edhe humbja e kohës shkakton plagështinë. Andaj shfrytëzimi drejt kohës si aktiviteti. Aktiviteti i lufton plagështinë. Dhe kështu që kjo pikë na ndihmon me lejen e Allahu xhallahu shumë që të shërohemi me lejen e Allahu xhallahu nga plagështia. Allah të nëroftoq. Atëherë në 2 minutat e fundit. Ne për kur themi në një fjalën përmbledhëse të shërimit nga plagështia dhe ky është emisioni 4 dhe përfundojmë ciklin e plagështisë. Unë dua të them atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Ma wasallam. anzala Allahu min da illa wa anzala lahu dawa. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Muhamedi alaihi sallam ka thënë, nuk ka smundje e që Allahu nuk ka zbrit për të ilaç. Mirë po, problemi është që e njohu kush e njohu dhe mbeti pa e njohur ai që mbeti. Prandaj mundemi të jemi më të mirë. Mundemi. Mundësia ekziston të jemi më të devotshëm. Ekziston mundësia të jemi më aktiv, më ambicioz. Gjitha këto ekzistojnë. Nga se krahas mundje të shumta, për gjitha këto Allahu ka zbrit ilaç. Varet tash ne a do të njohim këto shkaqe të shërimit, shkaqe të plagështisë dhe të aktivizohemi sinqerisht për ti zbatuarin don, apo do të mbetemi vazhdimisht në terren informativ, në ignorancë dhe të mbetemi të zhytur në plagështi dhe devijim pastaj. Prandaj nuk ka arsye. Nuk ka arsye të mbetesh i plagësht.
Nuk ka arsye të mbetesh i zbet në aktivitete. Nuk ka arsye nga se Allahu xhallahu ala të ka përgëzu, duke të thënë se nuk ka sëmundje që Allah nuk ka zbrit ilaç. Dhe mendoj kjo është përgëzimi më i madh për neve për çdo sëmundje që dëshirojmë të kurohemi prej saj. Na mbetet ta ndjekim rrugën dhe ta lutim Allahun të na ndihmon, me lejen e Allahu xhallahu ala nuk do të mungojnë rezultatet. Allah shpëloftë. Amin. Ne përfundojmë me këshillin e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra. Hoxha na dha dhe këshillën e dytë në pjesën e dytë të shërimit kur tha shko dhe qëndro përballë një kodre. Shiko se kjo kodër nuk e mbajti amaneti nga krijuesi i botrave, ndërsa ti dhe unë e mbajtëm. Dhe me fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë çdo sëmundje ka shërim. Shpresoj të kemi përfituar nga kjo ligjërat, nga këto shërime që ne përmendi hoxha nderuar. Qofshin kujdesin e Zotit Madh deri në ciklin e ri që të nisim. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.